Segmenti rrugor që lidh fshatrat Shishte, Belindë dhe Marinz është degraduar plotësisht, duke kthyer tashmë në një aks pothuajse të pakalueshëm. Kjo rrugë me rëndësi etike për komunitetin e zonës dhe për aktivitetin në një nga zonat kryesore naftëmbajtëse, për vitesh vuan mungesën e investimeve për mirëmbajtje dhe rikonstruksion. E ndërtuar rreth 20 vite më parë për të shmangur përdorimin e rrugës kombëtare Fier-Berat dhe për të shkurtuar kohën e lëvizjes, sot kjo arterie është shkatruar thuajse tërësisht. Gjendja e saj ka krijuar vështirësi serioze jo vetëm për qarkullimin e mjeteve, por edhe për fermerët të cilët e kanë të vështirë deri në të pamundur që të lidhen me tokat e tyre bujqësore në mungesë të çdo alternative tjetër. Rruga është prishur nga ura deri afër fshatit Belindë. E shkatërrove here duhet bërë orientisht. Se kjo rrugë është lidh gjithë zonën këtej. Mjetet e u dëmton? Po mjetë pore, tëra e shkatërron rruga. Komunikimin me tokat bujqësore vështirëson apo gjeni rrugë tjera? Po s'ka, jo, kjo është rrugë kryesore. Kjo është rrugë e lidh të fshatin. Që duhet bërë. Rrezikon izolimin e zonës nëse nuk ndërhyet? Po. Rrezikon se gjithmonë transporti është ai që bën lëvizjen e gjithë mallrave. Keni shpresë do bëhet? Po. Shpresë ja, ju e dini, po e bëhet. Na nderoni. E bën pushteti lokal se aty ja paguon taksat, ne jemi televizion, ne publikojmë problemin. Po mirë, hajde, nuk e dim se si kush ta bëj, po bjafto që të bëhet. Po bën rruga. Ku t'ja kërkoni ju? Kush e ka këtë nafta, bashkia, kush është? Kush në këtë rrugë që lidhet? Se keni ide fare se nga kur varet, ne? Po, edhe bankës, makinat e bankës tu kalojnë, gjitha. Ka përgjegjësi edhe bankers. Po ka, s'ka, se këtu kalojnë ata. Ata nuk kalojnë nga rruga jandej, se nga Zharz apo nga Marhir, nga Marizat. Te kjo rrugë kalojnë. Cilët janë shkaktarët kryesor të dëmtimit të rrugës sipas jush? Po atë shkaktarët. Po dhe këto peshat e rënda. Këto makinat e mëdha. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje për rikthimin në funksion të kësaj rruge jetike që sot është lënë në harres. Sipas tyre, kjo rrugë nuk është thjesht një problem infrastrukture, por një pengesë serioze për jetën dhe ekonominë e banorëve. Komuniteti i cili ndihet i braktisur dhe i harruar kërkon të ndërhyjnë menjëherë për të mos pritur gjatë për një rrugë të kalueshme. Ata thonë, na e bëni rrugën, por përgjegjësia nuk është e medias, është pushteti lokal që mbledh taksat dhe drejtoria e rrugëve që duhet të ndërhyjë. Televizioni nuk ndërton rrugë, por ai nxjerr në dritë problemet. Tani fjala është për ata që kanë detyrimin të zgjidhin problemet e komunitetit.